Ja ku takojmë në këndin tonë të kuzhinës. Mirëmëngjesi, zonja Vjolca. Mirëmëngjes, Niki. Si e kalove fundjavën? Shumë mirë. Mirë, besoj. Dhe temperaturat të larta. Temperaturat të larta, pata kënaqësinë që pata nipin, i shërbeva, u kënaqa shumë. Kënaqësi e veçantë në fakt edhe aq më tepër kur ai nipi ushqehet me dorën tënde. Ai në fakt ka një gjyshe që ushqen shumë mirë, gjyshja tjetër. Po kur mbi radha mua një herë në kaq kohë, edhe nga unë nuk vuan. Mirë, edhe kjo e mirë është. Shoh sa përbërës të lehtë sot. Do ta nisim lehtë se edhe temperaturat sikundër është raportuar nga sinoptikanë do të jenë shumë të larta. Shumë të larta. Do shohim, do sjellë me gjëra më të lehta. Por ndoshta edhe në të rënd do na shpëtoj. Sot do të bëj kërpurdha të mbushura me brokoli dhe me patate. Patatet sigurisht duan kohë për të zier, kështu që unë i kam qëruar, duhet të jenë të qëruara në rastin konkret sot, dhe kam 25 minuta që po zjejnë. Për 5 minutat e fundit do të shtoj dhe brokoli në të njëjtën tigan. Përbërësit janë ditë këpurdha, një kuti këpurdhash, champignon, janë kështu pak si të bollshme për të mbushur. Kemi pak pancet, të cilën ta bëjmë krokante, një kokër qep që unë kam shtypur në çop, e kam bërë gati. Kemi 250 ml qumësht, kemi një lugë miell, majdanos, këto janë ato bishtat e kërpurdhave që unë kam. Kemi gjalp dhe veget. Për të dhënë shije. Jo, këtu është ajk. Kemi 100 gram, 100 ml, shitet me kavanos njësoj si tasat e kosit. Si tasat e kosit. Po, atë që kemi marrë një 3-4 lugë aty. Tani, këpurdhat, këto unë i kam qëruar, do të largojmë bishin, i kam pastruar. Se gjatë kohës që ne i prekim me dorë, sigurisht kur ta qërojmë, vazhdojmë ta prekim përsëri këpurdhën dhe duhet jetë e pastër. I kam pastruar me një picet të lagur, i heq këtë lëkurën që t'jenë akoma dhe më të bardha. Kur sa po i ke këputur vetë, nuk është nevoja ta bësh këtë. Po, sigurisht, kur qëndrojnë më shumë, gëzën atë cipër, dhe... Edhe këtë tjetrën. Kështë pisa ku do në mbushen, besoj. Po, pa tjetër. Ja, dhe këtë tjetrën. Ndërkohë, do më ndihmojë Niki nëse do të më vije brokolin, me një lugë duke vendosur brokolin poshtë dhe patatet e trinë mbi të për arsye se janë zjerë. Do t'i lëmë që të zjejnë 5 minuta. Lëmë se 5 minuta e. Mbasi pureja do t'jetë e miksuar bashk. Do ketë pak në ngjyrë, do t'vi pak në si ngjyrë jeshile, duke qenë dhe brokoli edhe patatja në një tas që do të kthehen pure. I heqim tani lëkurët. Dhe pjesën e bishtit prape pastrojmë, heqim këtë pjesën këtu kështu. Kur janë të buta, nuk janë bërë kështu si kërcet forta, ja, nga thika unë ndjej që janë shumë të buta. I pres në kubik të vegjël dhe pastaj do t'i vendos në tigan së bashku me qepën. Por, fillimisht, unë do të hedh pancetën në tigan, do t'a bëj kërce, krokante, do t'a lëj qik tiganin të nxehet, do t'a bëj krokante, do t'a largoj në një letër kuzhine për të përgatitur salcën, mbasi që të mos jenë ashtu të thata, do të përgatisim një salcë. Duke vendosur, mbasi të heq pancetën, ta kem bërë krokante, duke vendosur qepën dhe kubikët e bishave të këpurdhave. Do t'i ka urdis mirë me gjalp, do të përdorim gjalpin sot, gjalp lufra. Unë mendoj që është i freskët dhe shumë i mirë edhe për gatim, edhe për ata që konsumojnë në ushqim. Tani këtu do t'i lëm edhe 5 minuta këpurdhat ta. Do i dhe të fillimisht pancetat e këti gani? Po. Pancetën do t'a ka urdisim deri sa të filloj të na marrin qik ngjyrë. A ka vetë ndyrë, do t'i jedhim vetëm gjallë? Ndëgjo, ne për arsye kohë mund t'a bëjmë edhe një tigan tjetër, me një tigan tjetër të lutem, Niki. Do të më ndihmosh shumë, që ndërkohë unë të vazhdoj këtu në tigan.
t'i hodha fare i ndyrë, për arsye si këtë dimne, një tigan të vogël, Niki, është një zi vogël. Nuk i hedhim fare i ndyrë, pasi e dim që panceta ka të pjesën e dhjamit vetë dhe ne do të mundohemi, shumë faleminderit, do të mundohemi që t'ja shkrim këtë. Ja, e lëm këtu këtë tigani, se është më e fortë kjo. Ndërkohë kemi parasysh edhe brokolin që hodhëm, 5 minuta thamë do ta lëm bashkë me patatet, që ndejnë sigurisht më shumë, nuk duhet më shumë kohë. Jo, s'kan ndek më shumë, s'kan shku akoma. Jo, patatet që zihen më përpara se këtu në tigan do të hedhim pak gjalp. Unë po hedh këtë tigane që kam bën pancetën, se përsëri salca me pancetën do të bashkohen bashkë, nuk ka të bëj fare pse është lyer me yndyrën e pancetës. Në këtë tigan do të vendosim qepën, do ta kaurdisim, thash qepën, mbasi lash bisedën për gjys, bashkë me bishtat e kërpudhave. Më pas, po patjetër, mbasi të kenë marrë pak si ngjyrë, të zverdhen shumë pak, jo shumë, do t'i pudros me miell. Do t'i kaurdis dhe do t'i shuaj me qumësht. Mielli arrin të krijojë të trash pak atë lëngun, besoj. Sigurisht, do bëhet një trajt salce, që thash mos t'i konsumojmë ashtu të thata, mbasi jep edhe një shije të veçantë. Pastaj në fund fare, kur të mbaroj salca, do të hedhim thash qumshin, do të hedhim dhe ajkën. Nuk do të përdorim krip në salcë, po do të përdorim veget. Vegeta galina, ju e dini që është pluhur, është përveç se siguron kripën, i jep shije. Nuk diskutohet kripa, sa aty janë një kompleks perimesh të thata, që japin një aromë të veçantë. Sigurisht që të thahen, ato është procesi tyre që mos të prishen të kalojnë në kripë. Prandaj, nëpërmjet saj ne do të marrim edhe kripën. Hedhim qepën. Për të përfituar kohë, është mirë që të gatuhet në disa tigane. Nëse unë do të kisha kohë, do të rria me një tigan, po, këtu, si që dim, minutat janë të kufizuara, e shohim këtu, do dhe një qik brokoli. Pra, patatet në këtë rast do të zjehen të qëruara, jo si që kemi bërë zakonisht, kur ne kemi gatuar puren. Pra arsye se marrin edhe lëngun dhe shijen e brokolit, nuk është thjesht vetëm se ta u tek sot edhe i gatuam kështu. Po duhet patjetër të influencojnë të njëra tjetra. Të hedhim dhe të fullojmë diçka. Po. Do dhe një qik panceta, e shikon, shpërbët komplet yndyra, del rri në tigan dhe ja e hapim edhe një qik. Si produkt, si përbërës, kërpudhën e kemi sjellë në Villa 24 në forma nga më të ndryshme të gatimit. Kjo është një formë tjetër për të mbushur. Edhe mbushjet janë nga format nga më të ndryshme. Tani që t'i largojmë, ne t'i spostojmë dhe bëjmë gati vendin. Në fund besoj, kur të vendosim gjitha të mbushura. Do të vendosim kërpudhat këtu. Qepa nuk po i hedh për njerë bashkë me bishat e këpurdhave, për arsye se duhet të largoj njerë lagështirën e saj, e them 100 herë këtë, jo për të kaluar në përsëritje, por është e rëndësishme sot se dhe vetë këpurdhat lëshojnë pak lëngë, duhet pasur parasysh gjithmonë në gatimet me këtë ingredient, duhet pasur parasysh edhe në hedhjen e ujtë, që kërpurdhat nxjerrin ujë dhe duhet llogaritur, ambisa duhet ta llogaritur. Tani do të kemi shumë kujdes këtu, për arsye se filloi nga zhurma, e dallojmë që këto filluan të bëhen kërce. Ja, tani do të fillojmë të marrim atë ngjyrën, pak si të kuqëremt dhe që të mos na nxihen shumë, duhet jemi vigjilent, një sy këtu, një sy këtu, një sy këtu. Ja dhe qepa. Shkëputemi do tani, në mënyrë që të... Ja, tani është momenti që unë mund të hedh kërpudhat dhe mund të shkëputemi. Se është momenti që ne falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, sponsorat e emisionit Villa 24, përmes hapësirës publicitare të radhës. Do të rikthehemi shumë shpejt. Ja ku jemi rikthyer në këndin tonë të kuzhinës, kërpudhat të mbushura, receta për ditën e sotme, kështu që zonja Vjolca na shpjegon vazhdimin e procedurës. Atëherë do t'i hedhim këpurdhat këtu.
këpurdhat brokolin, bashkë me patate. Besoj se do të kthejmë në trajt pureje këto të dyja bashkë. Po. Ndërkohë aty kemi ka urdisur pancetën, e ka hequr mënjan zonja Vjolca, ndërkohë në tigan kemi ende qepën bashkë me mishtat e kërpudhave. Jo, i trazova dhe kemi mbyllur tashmë sobën. Po, shumë mirë. Ja, se më interesoj më tepër brokoli. Dhe kombinimet janë fantastike. Kështu mendoj dhe unë, që do bëjmë diçka të shishme. Këtu do të hedhim një lugë gjalp. Po, ja këtu e kemi gjalpin, edhe lugën aty. Jo, këtë lugën se fus do të se shë lagur, një lugë tjetër. Ashtu dhe. Edhe ndihmon të bërit pure. Po, tani do t'i kthejmë në pure. Unë tentova t'i bëja njerë me atë Fitoj më shumë veglën. po me elektrike. Po, do t'i bëjmë këtu tani. Më tepër kur ne kemi të kufizuar. Bëhet pureja më e lidhur dhe absolutisht asnjë pjesë të lëngshme tjetër, Vendosim dhe këtë tjetrën. Po. Ky tasi na duhet do bashkojmë gjithë përbërësit apo? Po, them që po na duhet. Pra, ti kem të dyja në bashkë në pure. Ja, këtu bëm një pure. E largoj vetëm këta. Mirë. Shumë bukur. Ndërsa këtu, se duhet punojmë, thash, kjo receta do një çik minutazh, por ja vlen që ta ndjekim. Ja vlen ta gatuajmë për faktin e vetëm se ka përbërës shumë të shishëm edhe bëhet një vakt. Po, tani do të mjaftosh vetëm mielin, Niki. Mielin, po. Edhe mielin. Bashkë me bishtat e kërpudhave. Pra, si që shikoni, këtu nuk kam fare lagështirë, edhe lagështira e qepës edhe e kërpudhave është larguar. Do të hedhim një lugë miell. Unë e dini ju që mbaj çik më shumë se një lugë. Ja. I trazojmë pak mielin, njësoj, siç kur e bëjmë beshamelin, jo që të kaloj një kohë dhe të skuqet, edhe pak fare. Dhe do ta shuajmë tani me qumësh, gjithmonë gradualisht që mos na bëhet kokër. Tani do të më vish të më ndihmosh një çik, Niki. Po, një lloj salce. Ja. Hedhim pak qumësh. Qumshi. Ta trazojmë më mirë me telin e vezëve? Me çfarë të duash ti. Nuk është se do të bëhet kokla, për arsye se mendoj unë komplet është e ka përthithur. Vazhdo. Do të jetim dhe pak besoj qumësht. Ja, me këtë, se na prishen tiganët. Ja. Sa të filloj të fluskoj, që të trashet, do t'i hedhim ajkën dhe pastaj do të hedhim majdanozin. Ndërkohë, në një xhep pasticërie, do të shpresoj shumë që mos të... A i xhepi ndihmon më mirë për t'i mbushur kërpudhat në fakt. Edhe me lukë ta bëjnë ambisa të që nësë të xhepin. Patjetër që me lukë i duket edhe më... Do mundohemi ta bëjmë dhe sa më dekorative. Dhe me lugë nuk vendose deri në fund. Që të ngjeshet, Që të ngjeshet. Të mbushet mirë, është fjala. Ose do t'i mbush një herë pak me lugë, pastaj do ta rregulloj me xhep. Ja. Edhe me lugë. Mjafton të rrotulloni pak lugën, shi? Ja. Ta rrotulloni lugën kështu, që të vi kështu si me maj. Fluskoj kjo pjesa e salcës. Shumë bukur. Të hedh tani ajkën. Hedhim ajkën. Dhe nuk kemi hedhur akoma vegetën dhe erëzat, që janë arr muskat dhe piper i bardhë.
Bashkë me ajke do të ethë dhe majdanozin, në të njëjtën kohë. Po. Kemi parangrorur furrën në temperaturë 200 gradë. Mundë, si pas shijes, dëshirës, mundësis që keni, mund të pudrosni me shumë pak djath parmigiana. Kjo duhet të ri shumë? Patateve, unë nuk kam hedhur krip, se është një element shumë i rëndësishëm, që duhet të dihet, i kam hedhur krip, kur i kam zjerë. Tani me këtë gjepin e pastiqerisë. Kjo duhet të ri shumë të një njëta shife njërë, se filloj të trashet dhe kam hedhur dhe ajkën edhe majdanozin. Jo, largohe. Ta largojmë. Ja. Në qikë më shumë. Është pureja shumë e nxehtë. Po më përvëllojnë duart. Të e bëre për dekorim, se ashtu dhe me luk e kishe... Po, sigurisht, e dhe isha që të më rishin qik më këndshëm. Nuk e ke idenë si po durojë. Po sa për kemi nxirë nga soba. U përvëllova. Përfundimisht u përvëllova. Prandaj kujdesa mbisa ta lën të ftohet një qik pureja. Lërë një gjepin pastiqerisht, mbushini me luk më mirë. Tani, shumë pak djath, parmigian. Thash kjo është në dëshirën dhe shijen tuaj. Ashtë të bukura se është dollën një avleti pak ajo. Si thua? Po. E djegura. Tani këtu, do të hedhim tek salsa, e fikim, se nuk i kem hedhur atë që është më kryesore, pjesa e galinës. Galina, po. Mbasi do një lug supe. Ja, salsa është bërë shumë mirë. Kjo ishte si më e vogla. Shumë mirë. Ja. Që në aromë e dalloj, që i dha një aromë tjetër, do t'i hedhim piper dhe arë muskat. Kemi pak të grirë këtu. Mjafton. Mjafton. Dhe panceta në kam betur. Unë do të lë pak këtu, pancetën, do t'ja hedh dhe pancetën. Ja, do shohështi se si. I mbush komplet pjesën. Pra nuk do t'a hedhin në visat tek si për kërpudhave, si për purez. Jo. Ja, këtu, jep shije goxha kjo. Sigurisht. Unë do të lë dhe një qik që ta shoh se si mund ta servirë në fund, mbasi kjo është e gatuar, dhe nuk do të rrinë shumë në zjarr. Do të mjafton të 15 minuta, dhe është kohë e mjaftueshme. Thjeshta për të mpiksur të gjithë përbërësit bashkë me njëra tjetrën. Po, thash që këpurdha do të nxjerrë përsëri lëng, dhe është e parashikuar tek kjo salsë ke kremi që kemi përgatitur. E lëm këtu. Tani do t'ja hedh këto. Ja. Okej, e spërkatim pak me... Që të vazhdojnë të rinë akoma krokante. Dhe tani ta vendosim në furrë. Dhe çfarë arome që vjen këtu në këndin e kuzhinës. Për 15 minuta ne do ta servirim, do të ketë përfunduar besoj për 15 minuta. Po doja që t'i lexoja përbërësit gojarisht, edhe pse anvisat i kanë parë vizualisht në ekranet e tyre menun e recetës kërpudha të mbushura. Zonja Vjota saj po e përfundoi, ne do ta vendosim në furrë. 800 gram kërpudha ka përdorur ajo, 400 gram brokoli, 500 gram patate, 75 gram pancet, një kokorqep, një lugë gjelle miell, 250 ml qumësht, 100 gram ajk, një lugë çaj veget, 20 gram gjalp, piper, arë muskat dhe majdanos. Këta ishin përbërësit e kërpudhave të mbushura. Kjo recetë e parë që ka përfunduar. Për 15 minuta ta vendosim tashmë në furrë dhe duket shumë e bukur. Mbi të gjitha dhe ka për të qenë shumë e shishme. Shijen as mos e vërë në dyshim,
por mua më ka pëlqyer, nuk e di. Mvaret. Kështu e kopsitur mirë çdo gjë në vendin e vet. Po. Estetikisht shumë e bukur. Po e vendosim në furrë për 15 minuta në temperaturën 200 gradë. 200 gradë Celsius. Do të shihemi pas pak, do të shkëputemi, është momenti i hapësirës publicitare, linja ja kalojmë kolegëve të informacionit, më pas në pjesën e dytë takohemi për një tjetër recetë. Jemi rikthyer, në fakt po bënim plan se si mund t'i zbukurojmë këto tasat me fiq dhe ara, të cilën do të na shpjegoj zonja Vjollca. Është receta e radhës, pjesa e dytë e këndit të gatimit. Ju kujtojmë të gjitha anvisat apo jo zonja Vjollca që në pjesën e parë gatuam dhe i përgatitëm kërpudhat e mbushura, të cilat janë gati. Ne kemi vendosur të ftohem paksa sepse do t'i servirim sapo zonja Vjollca të na prezantoj më një herë me këtë recetë, se po e kishim hallin Mendova të servirin më bukur. Po, mendova që të sjell fiq sot. Është një kombinim midis fikut, djathit të njom, ose krem djathi, ose ricota, akoma dhe më mirë, me arra dhe me mjalt. Është një, s'mund të them ëmbëlsirë, po është një kombinim frut, diçka e ëmbël, dhe me arrën shkon shumë, në arrat i kemi nga kompania Meraj, kështu që... Kombinimet që janë tendencë, po, kemi Meraj të gjitha frutat e thata që ne kemi në këndin tonë, dhe na hyn në punë sapo ne kemi një lloj gatimi që marrim frutat e thata. Sot kemi zgjedhur arrën sepse është receta e zonjës Vjollca. Ta kombinojmë me fiq. Kombinimin. Atëherë do të zgjedhim fiq të jenë të një madhësie. Do t'i pastrojmë dhe do t'i presim bishtin. I presim bishtin, madje këto fiq që kam zgjedhur unë janë shumë të pjekur. Nuk duhet jenë shumë të butë, patjetër që duhet jenë të pjekur, por jo shumë të butë. Unë nuk gjeta ashtu siç. Në mënyrë që të qëndrojnë më së miri në këmbë. I kapim pak këtu në fund, që të na hapen një çik dhe i vendosim në një pjatë. Ja. Unë nuk i gjeta fiks tash të një madhësie, por nuk ka problem. Po se edhe nuk ka në një madhësi. Aty ku shiten se i shesin në këto janë njësoj. Kështu që janë visat, aq më tepër që është në një frut i stinës, mund të... I kapim dhe një çik këtu dhe i vendosim. Brenda do t'i mbushim, duke vendosur nga një thelbi arë. Anvisat i bëjnë dhe reçel, fiq? Do t'i presim duke mos shkuar deri në fund, Po, që të ndahen. Duhet të rinë kështu. Tani, arrat. Marrim nga një thelbi arë, e vendosim. Këtu. Sot kemi patur mbushje, kryesisht. Rastësisht në rast nuk e... Kanë rastisur të dyja recetat, edhe kërpudhat që i kemi mbushur me gjitha ato përbërës që ne i përmendëm në pjesën e parë. Po, duhet keni parasysh, nuk duhet ta çojmë thash prerjen deri në fund. Ja, këtu unë kam gabuar, e kam qarë më shumë se ç'duhej. Pra, fisht që janë tashmë në treg, mjafton të pastrohen, të ndahen jo deri në fund dhe të mbushen. Në katërsh, po, edhe do t'i mbushim me nga një thelbi arë, mjafton. Ja, jo shumë se na deformohet pastaj pamja. Ky është kombinim perfekt i fikut me arrën, por anvisat nga Meraj mund të zgjedhin dhe frutat të thata të tjera, për shembull zonja Vjollca, që mund t'i shfrytëzojnë për t'i mbushur? Shiko, po patjetër, po unë them që më tepër me po shkon arra. Tani, në secilën prej këtyre mbushjeve do të hedhim kremin e djathit ose ricotën. Ja. Dhe për këto koktejlet është një version shumë i mirë ky apo jo? Dhe mbas drekës, mbas dite, kur do të shijosh një frut, e bën pak më të plot. Po. Ja. Lule shtrydhet i kemi mbushur me krem pastiqerie ose me pana ëmbëlsire. Ndërsa në rastin konkret është fiku që shkon me djathin, me kremin e djathit, shkon goxha. Dhe kemi eksperimentuar shije të ëmbël me pak të kripë. Po, tani të ëmbël nga i rregullojmë, kështu që të kem pak
Prandaj duhen të gjithë një madhësie. Që është kjo këtu? Ma fik. Ajo e arës. Tani, i kalojmë mjaltin në secilën prej tyre. Ja. I spërkasim. Largojmë këtë, që ta vendosim në qëndër. Është më e qartë për anvisat. Ishte shumë e thjeshtë kjo, sepse e shoh që absolutisht shumë e thjeshtë, përfundoi zonja Vjolca. por është shumë e shijshme. Ka një shije të veçantë. Ja. Tani mjaltin tjetër, sigurisht ne e hedhim në një tas, dhe kush dëshiron ta ketë më me shumë mjalt, mund t'i hedhi sipas dëshirës. E largojmë këtë. Kush dëshiron që të ketë më shumë djath, pa tjetër, ja, edhe djathin e kemi këtu, dhe me siguri edhe arrat. Kemi këto që na mbetën, që i hodhu. Po, ja, Kemi të tjera. edhe arrat, sipas dëshirës. Hedhim dhe ca arrat të tjera në përpjat. Dhe me pak e gjë, mund të shihoni, na merr shumë shpesh të malli për ëmbëlsira. Po sigurisht. Dhe për të shmangur sa më shumë ëmbëlsirat me sherbet që ndoshta do sjellim ndonjë kësaj jave. E ke menduar besoj një ëmbëlsirë me Ka menduar. Prit, s'kemi mbaruar akoma. S'kemi mbaruar. Se ja, Niki u lodh duke mi rregulluar këto copzat e vogla. I vendosim. Gjethe me ndërze, mbasi jep një aromë, freski, shije dhe i bën akoma dhe më të këndshme. Nuk e di, nëse jeni dakord? Pa tjetër janë. Ja. Kur t'i shijoni, do të njëtë të drejtë. Tani na kam mbetur vetëm të sjellim. Tani do të servirim Tavën. Tavën me Pak e vogël, po vendos të tjetrën. Këtu ishte këtë duash ti. Lumshin duart. Këto janë shumë të bukura. Besoj se edhe anvisat janë dakord me ne dhe kanë dëshirë ta gatuaj në shtëpi tuaj. Ishte shumë e thjeshtë, mjafton të blini 1 kilogram fiq, 500 gram kemi. E ham edhe 1 kilogram, s'ka problem. Gjysma do t'i bëjmë reçel, gjysma do t'i gatuaj, do t'i mbushim me arra dhe me djath. 50 gram arra nga Merai, mund t'i zgjidhni dhe janë shumë të mira, shumë të shishme të fresta, 250 gram krem djathi ose gjiz pa krip. Ja. 3 lugë gjelle mjalt dhe nenaxhik dhe del kjo pjatë e serviru kaq bukur. Këto të dyja shkojnë bashkë. Tani do më nxjerrësh pak tavën? Do të nxjerr pak tavën sepse ka përfunduar prej disa minutash më parë, i duheshin vetëm 15 minuta, sekondën e përmendëm. Gjithçka është gati, janë piksur përbërësit, kërpudhat duken Ja, një sekondë më fal, Niki. Ende vazhdon të jetë pak e nxehtë, por e durueshme. Duke qenë se e lam gjatë kohës që përgatitëm pjesën tjetër. Ndaj, na ka mbetur vetëm ta servirim recetën tonë. Përbërësit i kemi lezuar në pjesën e parë, pra publiku dhe anvisat janë informuar se si ne gatuam këtë recetë, kërpudhat të mbushura, i duheshe pak më shumë kohë kësaj recete. Na edhe e përgatitëm të parën, në mënyrë që të merrmin kohën e mjaftueshme. Mjafton të dim përbërësit, radhën e punës dhe këto kërpudha vinë në këtë formë. Do të më duhet edhe një lugë, Niki. Po. Shumë faleminderit. 3 do vendosim. Kështu në pamje të parë nuk më ngjajnë fare si kërpudha. Megjithëto ja ke ndryshuar dhe ngjyrën me puren e brokolit dhe patate. U poqën ato tani. U poqën dhe një anvis ose dikush që e shef për herë të parë, thotë pale çfarë ka gatuar kështu zonja Vjolca. Pjesa jeshile që anvisat shohin janë brokoli dhe patate. Këto odhëm në salcën që përgatitëm? Po. Si përka edhe zonja Vjolca, djath? Jo, salca është pjesa e brendshme, brokoli dhe këpurdha. Po, pjesa jeshile. Brokoli dhe patatja. Këpurdha më mbeti në gojë sot gjithë ditën.
E ke menduar gjatë të recetë, kam përshtypjen. Po patjetër e mendova ta sjell. Du ta kesh gatuar edhe një herë në shtëpi, ta kesh shijuar vetë, pastaj I sjell zonja Vjoca. Sigurisht e kam gatuar në shtëpi një kohë periudhë tjetër, dhe thosha ta gatuaj tani, apo ta lë pak më vonë, tani, se unë mund të kem stiv me recetash, por du t'i gjejt kohën, momentin. Të përshtatet me kohë, po vendosa, thash, kisha një mdyshje, po pastaj thash do ta sjell. Ja, le të rridhe një çik kështu kjo. Kremi, është shumë I shishëm, ne e provuam. E kremit që mbeti. Dhe, tani përsëri I hedh pak pancet. Kaq nuk ka nevojë të ngarkohet më. Nuk si të ngjashme, nga ngjyrat edhe nga format, faktin se janë të mbushura. Po ndryshojnë ndryshe nga shija. Komplet. Mund të vendosim një pjatë sallat, Niki? Po, mund ta shoqërojmë nga sallatat. Nga të gjitha llojet e sallatave që kemi prur. Me qindra lloje sallatash. Shoqërohen shkëlqyshëm. Sezonit. Të lumshin duart. Ju kujtojmë se kjo recetë, dyja recetat, jo vetëm këto dyja, por gjithçka që zonja Vjoca gatuan dhe sjellën në këndin e kuzhinës, I lexoni në balkanweb.com. Përpara se të ne të largohemi dhe t'i përshëndesim anvisat, ato po shohin në ekran portalin e lajmeve Balkan Web, në rubrikën gatimi mund të klikoni te të gjitha recetat, merrni përbërësit, shpjegimin për katës, edhe të gatuani shëndetshëm edhe sa më shumë alternativa, në mënyrë që edhe kuzhinat mos jetë rutina, apo jo, të kemi variacione në eksplorimin e ka ardhur koha që të ndryshojmë, të bëjmë revolucion edhe në shtëpi. Revolucion në gatim, në kuzhinë, kudo. Që tek përbërësit, që tek kombinimi. Kush e mendonte më parë që fiku mund të shkonte edhe me një përbërës të kripur, siç është gjiza, që nuk vjen as e ëmbël, po mund të jetë pak krip, po gjithsesi është neutrale si. Edhe nëse gjiza ka shumë fare pak krip, prap kombinim është. Kombinim. Me mjaltin edhe, nëse është shumë e krip, por sigurisht që nuk do të shkonte. Të lumshit duar dhe të falenderoj pa fund për recetat. Unë nuk e di nëse pjesa e gatimit, të gatuarit, do të jetë një nga lecemi profesionet më të paguara të së ardhme, sepse një bisedë të tillë do ta zhvillojmë vetëm pas pak. Me dy të ftuarat tona në pjesën e tretë do të flasim se cilat profesione do të jenë në të ardhmen. Bota tashmë e ka ndarë mendjen cilat do të jenë më të paguara, të jetë profesionet më të mira dhe më të sistemuara të tregut. Por në Shqipëri cilat janë këto profesione do të jemi me dy të ftuara vetëm pas pak.